Në nëntor të vitit të kaluar ishte një fest futbolli pikërisht me festat e nëntorit edhe festën e flamurit kombëtar, ballistat e Shkëndijës dhe shfirtëcerat e Shkupit, po një atmosferë spektakolare këtu në stadiumin e qytetit në Tetov. Për këtë arsye, sot shumë e varfër duket atmosfera në këtë derbi të Xhirës 29 ku Shkëndija përballet me Shkupin. Zonja dhe zotëri, mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt në derbin e Xhirës ku Shkëndija vazhdon luftën për titullin kampion. Shkupi për momentin është jashtë garës edhe për në Europë. Ky kombinimi i parë i mysafirëve, lëvizje mirë në zonë, ky top për Demir i merrin që godet Sky Portës. Lojtar në fush shpëtoi faktikisht daljen e lojtarit të Tikveshit 1-1 me portierin ton. Kadriu ka kthyer këtë top dhe shënon në rrjet të gabuar Zia Merxhani, minuta e 4. Gjithë karrierën ka luajtur mbrojtës si krau të majt, në luan në qendër të zonës. Ja dy kurçevar në duel, Ibrahimi dhe Hasani lepet përparësi, Ibrahimi futet në zonë, Ibrahimi ky top e largon dhe shënon edhe miq. Një garë për autogola kam përshtypjen, të shohim se cili ka futur këtë top në rrjet, barazohet rezultatin në këtë minutë të 6. Ashtu siç kanë marrë përsin miqt. Protestojnë miqt për një faul, por ishte një përplasje. Duel force Hasani dhe Ibrahimi, që të dy ranë në tokë, vendosi arbitri të jepte përparësi. Kam përshtypjen që edhe nuk gaboj. Teksa Çaka sërish bën një punë shkëlqyeshme dhe diagonale drejt Ibrahimit, është i vetmuar por ka shumë hapësirë. Ibrahimi afrohet zonës, Besart Ibrahimi, lëvizja e bukur, edhe më tej Ibrahimi ka mundësi për asist, ky top drejt Ramadanit, kjo goditje e bllokuar. Sa keq ka goditur e 12 minutë. Është ta dhes fort, provon tani Sky Portës. Blokon shkëlqyeshëm Trumçi, kemi komplikuar pa nevojë, rivënia e parë nga këndi. 17 minutë, zgjat kjo ndërprerje. I merri godet shumë fort një gol spektakolar. Kam thënë që shënon nga këto goditje standarde, trajneri mendon diçka tjetër, lojtari diçka tjetër. Al Hasan. Apo lë tek Trumçi. Arkimi mirë në zonë, Ibrahimi ka humbur këtë mundësi, vënohet për pjesë sekondës. Zemër pak më e futur brenda që jep mundësi Ibrahimit edhe të kërkoj portën. Le mund të vazhdoj. Ibrahimi godet, grushton Denkovski. Minuta 38. Kemi akoma për të luajtur. Hasani. Demir i merri. Top në zonë për Xhemal Ibishin, godet dhe 1-3. Minuta 38. Sa keq ka pritur këtë top. Top në shtyllë parë, largon Guaje. Kotamba me këtë top të gjatë. Mish për jo, vazhdon loja. Latifi, Merxhani futet brenda, e ka kthyer këtë top dhe nuk ka gol. 1 minutë koshtesë. Ibrahimi direkt në port, grushton Denkovski. Bëllë këtu pjesa e parë. 1-3 për Shkupin. Do kalojmë në pauzën e zakonshme për të rikthyer më pas me pjesën e dytë. Treta pjesë e dytë. Loja mund të vazhdoj. Merxhani, i ashpër dhe jo precis. Mban brenda Trumçi, mundësi për harkim, i fort në shtyllë të dytë, Latifi ka kthyer dhe rrëvënia ka këndi për Shkëndijën. Ibrahimi. I fort ky top dhe është në rrjet. Krstevski apo tjetër autogol. E 51 minutë. 2-3. Bukur Besart Ibrahimi. Është bashkuar Trumçi, afrohet zonës Trumçi, godet fort në duart e Denkovskit. E 54 minutë, 5 goditje në kuadrat. Djene. Top në hapësirë, godet Sky Portës Xhemal Ibishi. E 55 minutë. Hasani.
Ka bojnë miqt Krstevski edhe Matej, kaloj me dorë, jo, godet Krstevski s'ka e portës. Florent Ramadani. Rregull pozicioni, nuk e merr Shala si duhet, të shohim Shala. Ka Besart Ibrahimi, godet Ibrahimi, mbron Denkovski, mundësi për Florent Ramadanin mbi port. Besart Ibrahimi, Shala tani. To përfiton Ademin në zonë. Xhelil Hasani merr, fiton Ademi, ka mundësi për asist. Krstevski bllokohet e majta e tij. Na duhet gabim edhe më shumë të kemi nevojë për saktësi. Krstevski. Ky top në zonë dhe për pak Hasani shkon në është shtrir Hasani. Shikoj edhe taktizon edhe ai. Ka vizion është lojë. Për Krstevskin. Mbajmë këtë top me presion. Trumçi, Avorni është kthyer mbrapa. Trumçi arkon në zonë për Shalën me kokë, shënon dhe barazon e 86 minutë. Denis Shala 3-3. Kemi minutën e fundit për të provuar për mbysje, nuk ka kohë për gëzim, tani duhet të kthehemi. Në panik miqt. Webster. Florent Ramadani, ka dalë ky top të shoh Florent Ramadani godet. Jashtë që djathtë e tij e fort. Largohet nga loja Gostivari. Ibrahimi, mban këtë top Ibrahimi. Harkimi në zonë, Denkovski ka gërshtuar. Trupçi pranë top. Kërkon edhe 1 minutë shtesë. Jeton Beqiri sepse kanë përfunduar 6 minuta këtu në këtë moment. Mbyllet 3-3, mbyllet 0-0 në Karatov. Të barazimi i 9 në këtë sezon, shkojmë në 63 pikë, 59 për Sileksin, mbetemi 4 pikë edhe 4 ndeshje deri në fund të këtij sezoni, një ndeshje me 6 gola, një malore krijuar pas 1-3 në pjesën e parë, shënuam 2 herë në të dytën, nuk gjetëm golin e 4-t, gjithsesi dëshpërimi i pranishëm në taborin ton. Gjysma e të keqes është fakti që Sileksi nuk fitoi skuadrën e Strugës. Ju falenderojmë që keni qëndruar me ne, takojmë bashkë në të tjera transmetime.